Tani pak fjalë për Sali Berishën se do kisha qef të ishte këtu. Sali, sot më dhe një provë që ti e ndjek agendën time politike dhe jam i bindur që më ndjek dhe tani. Më vjen mirë që më ndjek, Sali. Më vjen mirë që më ndjek në aktivitetet e mia politike, se me thonë të drejtën edhe unë të ndjeki në aktivitetin tënd politik, si pasqyrë. Por në fakt të ndjekim njëri tjetrin për qëllime të ndryshme. Unë të ndjek si pasqyrë për të parë veten që të mos jem në politikë si ti. Kjo është arsyeja që të ndjeki. Tani, kam edhe një thirrje miqësore, sugjerim miqësor. Sali, çliroje mendje dhe shpirtin nga dosjet. Sepse dosja jote është kaq e madhe, sa çfarë do të shtosh aty, nuk ndryshon më kur gjë. Ja ke vënë ka pakun asaj dosje me titullin akademik non grata, dhe kur s'ka bo fajde dhe kjo titull, ti nuk ke për të reflektuar më në këtë sallë. Harroje këtë muhabet. Dhe sa për dosje, Sali, me u hap dosja jote, merr gjithë Shqipëria. Pasha zotin merr krejt Shqipëria. Por, duhet ta dish një gjë, Sali, se atje ku do të shkojmë të gjithë me radhë, dhe lut zotin shkojmë me radhë, si që ka shkruajtur zoti, po të perifrazoj një fjalë që vjen nga zona fisnike e Tropojës. Në këtë dynja cullak kemi ardhe, cullak do t'ikim. Nuk do t'i marim dosjet me vete, atje nuk do t'na kërkojnë as dosje, as balt, as shpikje, as intriga, do na pranojnë si që jemi, si që kemi ardhë do t'ikim. Tani atje do shkojmë para Shëmpjetrit dhe do t'japim llogari për ato që kemi bërë me mendje dhe për ato që kemi ngarkuar shpirtin. Unë tani, Sali, nuk kam ndaj merak të madh të marr ndaj dosje me vete. Fare. Sepse jam gati që kur shkoj atje kur të mbi radha, të jap llogari për çfarë kam bë e për çfarë e kam ngarkuar shpirtin, dhe jam i lirë në mendje dhe në shpirt. Nëse ty të duhet dosja me e marr me vete, kujdesu mos të mungoj ndaj letër, se edhe mund të të kenë hum rrugës, e po të desh ndihmë, jam gati të të ndihmoj, që të shkesh me dosje tamam. Tani, për temën e ditës. Raporti, nuk e di, u konsumuan gjithë minutat? Nëse, jo, s'du lëmosh, kryetar. Nëse kam minutat e Erion Malajt, thu janë minutat e Erion Malajt. Në të kundërtën lëmosh prej në shkeljet rregullorës nuk du. Sistemi aktivizohet në 30 sekondat e fundit. Kështu që keni 30 sekonda dhe 2 minutat e zoti Malaj. Me qenë se u ka temën e ditës. Tani sot diskutohet një tolerim është rregullore. Sot diskutohet një raport për integrimin evropian që nuk e kemi shkruar ne për vete. E ka shkruar BE-ja për ne. Ne kemi bërë punën dhe reformat. Ata kanë monitoru dhe kanë mbajtur shënim çdo punë që kemi bërë. Dhe në atë raport është Shqipëria reale. Jo ajo Shqipëria që vizatoni ju për ditë në kokën tuaj. Shqipëria e Baltës, Shqipëria si shtet mafios, Shqipëria narkoshtet, Shqipëria autokracie kështu me radhë. Ka një Shqipëri tjetër reale, të mashme dhe të prekshme, si thot ai raporti aty. Se nëse ai raporti aty thot sa i takon grup kapitullit për themelorët dhe piketat e ndërmjetme, kemi mbyll 92 hendeshe kritike, kjo është fakt. Nuk është opinion, partije, është fakt. Por për te kësajt, nderuar koleg, unë kam një thirrje shumë miqësore për ju, se me një pjesë për jush kam vite që bëj politikë në këtë baltë. Nderuar koleg, ju bëj një thirrje që kur ta merrni fjalën këto foltore, sa herë flitet për integrimin, apo kur dilnin mediat ndërkombëtare për të folë në gjuhë huaj dhe të thoni që Shqipëria është narkoshtet, kuptoje që nuk godisni Edi Ramën, nuk godisni kryeministrin e Shqipërisë. Goditet biznesi shqiptar që kërkon investime. Goditet turizmi shqiptar që kërkon besim. Goditet studenti shqiptar që kërkon dinjitet në Europë. Goditet emigranti shqiptar që punon me djesht ballit e nuk e meriton të paragjykohet nga retorika e Baltës Koçall. Nderuar koleg,
investitori huaj nuk dëgjon sherin ton partijak, këto gërmërët tona të brendshme. Ai dëgjon fjalën rrezik në këtë sallë, çdo ditë tente. Turisti nuk dëgjon debatin ton parlamentar këtu të brendshëm. Ai dëgjon fjalën pasiguri. Dhe këtë faturën këtë sallë nuk e paguajmë ne që jemi. E paguën ekonomia shqiptare, e paguajnë shqiptarët. Ndaj ju ftoj bashkohuni me 92% shqiptarëve sipas këtij raporti që duan Bashkimin Evropian. Ta lëmë ndasit i kemi për shumë çështje, por ta shpallim integrimin në BE, Biblën dhe Kuranin e çdo shqiptari. Dakor? Ta lëmë këtë. Faleminderit zoti Manja. Faleminderit. Ju lutem zoti Manja. Mua s'më lejohet të përgjigjem se siç e tham nuk ka